Kjo është një temë pak emocionale, ndoshta për mua më shumë se sa për çdo tjetër në këtë tavolinë. Më vjen shumë keq që zonja Vokshi është ndjerë e ofenduar dje. Nuk e di nëse asaj ka ardhur po kaq keq sa unë kur kolegët e saj paturpsisht do thoja përdorin vazhdimisht epitete nga më të ndryshmet, sidomos asociuar emrit tim. Nuk e di nëse jam e sigurt që vajzat e saj janë ndjerë shumë keq dhe më vjen edhe më shumë keq për këtë. Nuk e di nëse ajo ndonjëherë është ndjerë keq që vajza ime 3 vjeçare do shohi videot në internet se si kolegët e saj i referohen personit tim si një frymëzues për ata që sot vuajnë dënimin nëpër burgjet e Shqipërisë, dhe se si Miss Burgu lidhet sot me emrin tim më shumë se çdo atribut tjetër që un kam në shoqëri, prej epiteteve që ata kanë vendosur që seancën e parë dhe nuk e kanë ndalur në asnjë seancë. Nuk e di nëse zonja Zhupa dhe Vokshi i kanë marrë ndonjëherë kolegët e tyre dhe i kanë thënë që kjo nuk është një gjuhë për të përdorur për vajzat dhe për gratë në parlament. Është një fenomen cili unë e vuaj dhe sot, është një fenomen i cili më ka lënë edhe net pa gjuhë mua dhe familjes time, dhe unë ende, ndryshe nga rasti konkret, nuk kam marrë asnjë ndjesë për këtë.